unë agroni dy them lista më mirë për të tovën nisi aktivitetin politik duke qenë pjesë e koalicionit në qeverisjen paraprake. Do kisha bën një ftesë publike që përsëri të kthehet aty ku ka qenë. Për shkak se me angazhimin e atij po e shoh që ka arrit ta zgjojë një pjesë të opozitës, që është mirë. Këshilltarët duhet të jenë më aktiv, por fatkeqësisht jo shumë, një po e shoh që është aktiv. Po ashtu është e hapur ftesa. Dhe sigurisht që atëherë do të ketë më shumë mundësi për të dhënë përgjigje, sepse e din që fillim kur kemi nisur para 4 viteve ka pasur një komunikim shumë të drejtë për drejtë, edhe përgjigjet edhe përgatitja për mbledhje ka qenë shumë intenzive. Duke faleminderuar për debatin, do kisha qenë edhe më faleminderues nëse nga këshilltarët që debatuan do e kishin potencuar këtë. Pra edhe një herë, po ne jemi njerëz, në njerët e gabojmë, po jemi njerëz edhe dhe njerë duam të na lavdroni. Faleminderit. Faleminderit, kryetar. Ordnagra. Faleminderit kryetarit për disa nga përgjigjet që i parashtrova. Unë nuk e di, nuk e kuptoj cili është roli i këshilltarëve të shumicës, pasi krejt heshtin, për të lavdruar kryetarin edhe një seancë tjetër thash, mund daleve dikush për këtyre të lavdroje. Unë nuk e di pse heshtin, tash ju në fushat e keni pas sloganin një zë. Asnjë zë nuk u ndëgjohet në këshill. Asnjë zë, hiç. Tash unë nuk e di çka bëjnë këshilltarët. Unë në parlament për shembull i shoh, atje merren vesh ministri me ato partisë vete, i del ja tregon një 3 pyetje që dia parashtroje, del ai raporton aty. Barem çat ta bani. Le të dalë dikush, merruni vesh paraprakisht, dakordoni një 5 pyetje dhe japni përgjigje. Unë besoj se nuk ka kuptim ju të merreni me ne, mendoj se më tepër duhet merreni me këshilltarët që vinë nga radhët tuaja. Edhe një sqarim tjetër, ne nuk kemi qenë koalicion vitin 2021, se për qenë koalicion duhet të jesh pjesë e ekzekutivit. Ne pjesë e ekzekutivit nuk kemi qenë, por e kemi mbështet ndryshimin që qytetarët e Tetovës e kanë kërkuar. Në bazë të asaj jemi pozicionuar. Mirë, po e kemi dëshmu se në pazare nuk hym.